Mjeku çudit botën, qepa shëron këto 4 sëmundje, ja kush duhet ta përdorë menjëherë. Konsumi i qepës së kuqe ndihmon në luftën kundër radikaleve të lira, citon një studim i ri. Kjo perime është e pasur me përbërës të fuqishëm që ndihmojnë në largimin e problemit të radikaleve të lira në organizëm. Një prej tyre i njohur si antocianin, që është përgjegjës për ngjyrën e kuqe të qepës, mendohet se parandalon përhapjen e radikaleve të lira në trup. Një flavonoid tjetër i quajtur quercetin ka të njëjtat efekte në tkurrjen e masës së madhe dhe parandalimin e këtyre komplikacioneve. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Përveç ngjyrës, çdo lloj qepe mund të ndihmojë në zhdukjen e qelizave të gëqija, gjithashtu edhe në parandalimin e komplikacioneve të tyre, citon Healthside. Autori kryesor i studimit, Abdullah Men Merwei në Universitetin Guelph në Kanada tregon: Kemi zbuluar se qepët janë të jashtëzakonshme në zhdukjen e qelizave të këqija. Qepët aktivizojnë teknika që nxisin qelizat e këqija të shkojnë drejt shkatrimit. Qepët aktivizojnë edhe elementet ushqyes të organizmit. Ato krijojnë ambiente të pafavorshme për qelizat e këqija edhe pengojnë gjithashtu komunikimin midis tyre, duke penguar kështu edhe shtimin e tyre. Ka kuptim se qepa e kuqe ka një ngjyrë më të errët, të ketë fuqi më të madhe edhe në luftën kundër radikaleve të lira. Gjatë këtij studimi, ulëntuesi shkencor vendosën se qelizat e zorës së trash mund të reduktohen për shkak të përfitimeve që qepët ofrojnë, duke evituar kështu krijimin e problemeve që shkaktojnë radikale të lira në sistemin tuaj tretës. Ato rezultuan pozitive edhe në luftën kundër problemeve të gjirit. Shkencëtarët shpresojnë se me këtë teknikë njerëzit mund të përfitojnë më shumë me konsumin e qepës në mënyrë të përditshme. Të gjithë e dimë se sa thelbësore janë perimet në dietën tonë, por qepët fshehin disa përfitime mbreslënse në dobi të vlerave të shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Duke shtuar qepët në menun tuaj ditore, do të arrini të parandaloni një sër komplikacionesh dhe të rrisni gjithashtu rezistencën e organizmit tuaj. Përbërësit që gjenden te qepa ofrojnë përfitime të shumta shëndetësore në rritjen e sistemit imunitar deri në forcimin e kockave tuaja. Por le të shohim disa nga përfitimet kryesore sipas Healthline që do të merrni nga konsumi i qepëve. Qepët janë të mbushura me lëndë të larta ushqyese. Qepët janë një thesar i vërtet i lëndëve ushqyese me kalori të mira edhe minimale. Edhe pse ato përmbajnë vetëm 44 kalori për qep mesatare, ato janë të mbushura me vitamina dhe minerale që mbështesin sistemin tuaj imunitar. Veçanërisht kjo është e pasur edhe me vitaminën C, që do të përmirësojë imunitetin dhe do të mbajë larg komplikacionet e tij. Qepët janë të pasura me nivele të mira të hekurit. Ato janë të mira në prodhimin e qelizave të kuqe të gjakut dhe funksioneve tuaja nervore, gjë që i bën ato edhe me më pak kalori. Qepët janë të mira për zemrën tuaj. Ngrënia e qepës mund të reduktojë edhe riskun e sëmundjeve në zemër. Vetitë e tyre të forta antioksiduese dhe antiinflamatore janë arsyet. Ato ulin nivelin e kolesterolit dhe triglicerideve, duke mbrojtur zemrën tuaj. Plus ato ndihmojnë gjithashtu edhe në uljen e presionit të lartë të gjakut, gjë që do e bëjë zemrën tuaj të punojë më mirë dhe në më pak stres. Qepët ndihmojnë gjithashtu në uljen e niveleve të sheqerit në gjak. Nëse keni diabet ose prediabet, qepa mund të jetë alati juaj më i rregullt në nivelin e sheqernave në trup. Disa përbërës që gjenden te qepa të tilla si quercetin ndihmojnë pankreasin dhe zorët të funksionojnë akoma dhe më mirë, duke kontrolluar kështu nivelin e sheqerit dhe duke ofruar një përthithje më të mirë të glukozës në trup. Qepët janë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese për ata persona që duan të kenë kocka më të forta edhe akoma më të shëndetshme. Edhe pse zakonisht mendojmë për produktet e qumshtit në shëndetin e kockave, qepët janë po aq efektive për shëndetin tuaj. Ato ndihmojnë në reduktimin e stresit oksidativ, në forcimin e dëndësisë së kockave dhe parandalimin e osteoporozës dhe humbjes së kockave. Përfshirja e qepëve në dietën tuaj ditore do të përkthehet në një mbrojtje më të mirë në luftën kundër bakterieve të këqija.
Qepët njihen për aftësinë e tyre ushqyese në reduktimin e komplikacioneve dhe sjelljen e rezultateve mjaft të mira për shëndetin tuaj, duke ofruar një mbrojtje më të mirë kundër radikaleve të lira dhe problemeve që i kanosen natyre. Sigurohuni t'i konsumoni qepët në menunën tuaj ditore, t'i keni pjesë prezente për të marrë këto ndikime pozitive në vlerat e shëndetit tuaj. Qepët ndihmojnë me tretjen dhe do të keni gjithashtu edhe një zorë më të shëndetshme. Nëse jeni duke kërkuar për një mënyrë natyrale për të përmirësuar kështu shëndetin tuaj të zorëve, qepa është përgjigja. Ato janë të mbushura me nivele të larta të fibrave dhe të probiotikëve, të cilat janë thelbësor edhe për funksionin e shëndetshëm të zorëve, edhe për bakterie të mira. Me ndihmën e probiotikëve do të arrini të parandaloni krijimin e këtyre shqetësimeve të tretjes dhe të reduktoni gjithashtu edhe komplikacionet e saj. Qepa është një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese në dobi të vlerave të shëndetit, ndaj përdorimi i saj në mënyrë të rregull do të përkthehet gjithashtu në një mbrojtje më të mirë të vlerave të trupit dhe parandalimin e komplikacioneve. Qepët janë të mbushura me lëndë të mira ushqyese. Qepët kanë pak kalori, por janë të pasura me vitaminën C që forcon sistemin tuaj imunitar dhe mban larg gjithashtu problemet që i kanosen atij. Ato janë në një burim i vërtet i vitaminës B6 dhe folatit, shumë të rëndësishme këto edhe për prodhimin e qelizave të kuqe të gjakut dhe në funksionet më të mira të sistemit tuaj nervor. Qepët e përmirësojnë shëndetin tuaj të zemrës. Konsumi i qepës do të ulë riskun e sëmundjeve tuaja kardiovaskulare. Ato kanë në veti të mira antioksiduese dhe gjithashtu do të mbajnë larg problemet që i kanosen shëndetit. Fal elementeve që ato kanë do të mbajnë larg problemin të triglicerideve dhe do të rrisin gjithashtu shëndetin tuaj të zemrës. Sigurohuni që qepët i keni pjesë të dietave tuaja për të rregulluar nivelet e sheqerit në trup. Për ata që vuajnë nga diabeti ose kanë një risk të rritjes së tij, qepët mund të jenë një përzgjedhje e vlefshme në dietën tuaj. Ato ndihmojnë në përmirësimin e funksioneve të pankreasit gjithashtu edhe të zorëve, duke rregulluar nivelet e sheqerit dhe duke përmirësuar përthithjen e glukozës në trupin tuaj. Shtimi i qepëve në dietën tuaj do të përkthehet në një forcë më të mirë të shëndetit të nyjeve. Qepët do të luajnë një rol fantastik për shëndetin e nyjeve. Do të reduktojnë problemet e stresit oksidativ dhe do të rrisin gjithashtu densitetin e kockave duke parandaluar osteoporozën dhe humbjen e masës kockore. Përfshirja e qepëve në menunën tuaj ditore do të përkthehet në një mbrojtje më të mirë në luftën kundër bakterieve të këqija. Qepët kanë veti të forta antimikrobike. Përbërësit e tyre siç janë për shembull quercetin janë veçanërisht efektiv në neutralizimin e bakterieve të këqija që mund të shkaktojnë infeksione dhe inflamacione të organizmit. Sigurohuni t'i keni pjesë të dietave tuaja ditore për të marrë gjithashtu edhe përfitimet e tyre unike. Qepët janë të mira për të përmirësuar tretjen dhe shëndetin më të mirë të zorëve. Qepët janë një zgjedhje ideale për të përmirësuar sistemin tretës. Ato janë të pasura me fibra dhe probiotik të cilat janë thelbësore për funksionet e shëndetshme të zorëve dhe rritjen e bakterieve të tyre të mira. Këto probiotik që gjenden me shumicë të qepa do të ndihmojnë gjithashtu edhe në procesin e tretjes, reduktojnë inflamacionin dhe rrisin gjithashtu sistemin tuaj imunitar. Sigurisht qepa është një nga perimet më fantastike që mund të keni pjesë të dietave tuaja ditore. Duke ditur rëndësinë e madhe ushqyese që ato bartin, do të kthehen në një aleate të vërtetë të organizmit në lehtësimin kundër komplikacioneve dhe rritjen e rezistencës së tij. Ka pasur disa studime mbi efektin e qepës në organizëm. Këto studime tregojnë se konsumi i qepës do të reduktojë ndjeshëm zhvillimin e problemeve të mpikses së gjakut. Përveç kësaj, padyshim nuk ka nivele të larta të kolesterolit të qepa, por do të ofrojnë një mbrojtje më të mirë të shëndetit dhe do të ofrojnë gjithashtu një lehtësim më të mirë të organizmit. Sigurisht, zemra është e para që do të përfitojë nga konsumi i kësaj perimeje, duke e kthyer atë në një aleate të vërtetë të shëndetit dhe lehtësuese kundër këtyre komplikacioneve. Qepa është e mirë për organizmin për sa kohë përdoret me kujdes dhe në formën e saj natyrale, të papërpunuar dhe pa sasi të tepërta të konsumit. Vëmendje. Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë.
të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e hundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.